Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në emisionin Udhëtim 2026. Sonte, ose këtë pasdite më mirë, kemi një tjetër personalitet që me punën dhe përkushtimin e tij ka ditur të spikas dhe të fitojë respekt në fushën ku vepron. Jemi në episodin e dytë të këtij emisioni me të ftuarin e radhës, zotin Altin Përgjergji. Altin Përgjergji mbetet shembulli i sportistit që nuk u ndal tek suksesi personal, por e shndroi përvojën e tij në një mision për zhvillimin e judos shqiptare, një kampion në tapet, një trajner i përkushtuar dhe një edukator që vazhdon të formojë kampionët e së ardhmes. Mirë se erdhe, zoti Altin. Mirë se gjetëm dhe ju falenderoj shumë për ftesën në këtë emision kaq të veçantë që flet për sportista, për trajnia, për njerëz të artit sportit dhe pse jo edhe për ne që kemi kontribuar për qytetin tonë të Lezhës. Që në kryet herës të emisione kemi formatuar së bashku me mikun tim të hershëm, zotin Agustin Cien Marini, emisioni i cili transmetohet në Facebookun e tij për djenin atyre që na ndjekin dhe jo vetëm. Zoti Agustin Cien Marini është ish themeluesi i televizionit të parë në Lezhë, Lezhë Televizion, dhe ka një kontribut të spikatur në medien lokale, por jo vetëm. Dhe ai është momentalisht është në pension, por ushtron gazetarinë e lirë dhe përpiqet që të pasqyrojë realitetin në Lezhë dhe jo vetëm. Ka marrë disa emërtime të ndryshme, bile mjeshtri i madh Pashkërvathja ka cilësuar si arkiv të Lezhës dhe me të drejtë, ndërsa unë vazhdoj të këmbgul në një slogan timin që kam thënë që Agustin Cien Marini është institucioni mediatik individual. Është personi që ndoshta kontribon më shumë se kushdo dhe më shumë se sa shumë reporter koleg të mi mediatik këtu në Lezhë. Zoti Altin, do të ishte me interes që të na bëjë një historik të shkurtër të judos shqiptare, pasi është një sport i futur rishtas, si shumë gjëra të pas 90-s, pas lëvizjes demokratike, një historik të shkurtër të judos për të ardhur deri tek ardha e këtij sporti në Lezhë. Atëherë, judo, siç tash i dim gjithë, sepse interneti ka dhënë si gjithë kuptojnë nga vjen judo. Judo vjen nga Japonia, është një sport japonez, një sport i cili zanafillin e ka që nga vitet 1882, ku mjeshtri i parë i këtij sporti është mjeshtri Jigoro Kano, i cili ishte student i dy arte të tjera marciale, Aikido dhe Jiu-Jitsu, dhe ai duke studiuar dy sporte marciale shumë vjetra, arriti të kuptojë diçka që pse jo të kemi një sport të ri ndërmjet dy sporteve të cilët përdorin armë dhe ka shumë dëmtime mes tyre gjatë luftimeve, gjatë dueleve, dhe e nxorri një sport të ri që e titulloi judo. Pra Aikido do, judo, ju, edhe Aikido, Jiu-Jitsu mori judo, sporti më i thjesht për të fituar në mënyrë më të butë mundshme, pra rruga e butë drejt një fitorie. Pa kështu e ka titulluar mjeshtri Kano, i cili tash nuk jeton më kuptohet për viteve, por judo do thot fitore në një rrugë të butë, pa dëmtime dhe pa probleme. Pra është një sport që kërkon vjen nga një zanafil shumë e vjetër. Si erdhi në Shqipëri? Edhe intuit kërkon patjetër, është art marcial. Është art. Si erdhi në Shqipëri? Në vitin 1991 u themelu Federata e parë e judos, e cila u themelu nga ish mundësa dhe ish sportista të vjetër të asaj kohe të regjimit, të cilët nuk kanë bërë judo, kanë bërë mundi edhe sambo. Dy sporte të cilët kanë qenë me traditën e kohë. Edhe u themelu si sport i ri judo. Nga ky moment çdo vit në vazhdim u përmirësu cilësia teknike, duke marrë nga jashtë modelet ndryshme, duke bërë trajnime të ndryshme, secili trajner të atyre viteve arritin që të kuptojnë diçka mbi ata që kishin informacion nga koha e regjimit, sepse ishte sport i ri, dhe u drejtu një farë deri nga vitet 98-2000, nuk ishte sport shumë cilësor, por kishte masivizimin asaj kohe, sepse vinin ekipet të shtetërore, të policisë, të ushtrisë, të cilët merrin pjesë në gara zyrtare. Kishte dëshirë, por nuk kishte masivizim, por jo cilësi, sepse ishte sport i ri. Si çdo sport i rishtas. Po, edhe unë jam një ndër ato elementet e parë të judos, por që kam zanafillin nga viti 98. Në një kohë kur Lezhë doli nga lufta, gjithë Shqipëria doli nga lufta,
një kushëri imi në Greqi kishte studiuar sportin e judos që doli jashtë nga pas vitit 90 dhe e solli si disiplinë 3 dhe një farë mënyrë ma prezantoi. Fillum duke bashkë, duke punu bashkë dhe më tha pse jo që ta hapim lesh një sport tillë. Dhe unë isha sportisti i parë aty. Ai është zoti Paulin Cera, është edhe kushëri imi, por edhe trajneri im i parë. Por fatkeqësisht ai lëvizi shpejt nga Lezhë. Momenti që solli ky sport Lezhë ishin shumë pak, po themi jo vite muaj, dhe ai u shput nga Lezhë dhe iku në Tiranë për të vazhduar rrugën e tij me judon në Tiranë, para se Tirana kishte gjitha mundësitë, akseset për ambiente, për mbështetje financiare. Ky qyteti afron mundësi më shumë se çdo. Po, dhe në këtë rast unë mbeta një farë mënyrë si një sportist i pa trajner, kupton, edhe e vazhdova këtë rrugë me sforcet e mia dhe vazhdova duke njeh gradualisht edhe në Tiranë, duke njeh rrugën e profesorit të parë. Pa, pos ndjekjes si sportist ju u përballët edhe me vazhdimsinë. Pra nëse Paulini do të thoja mbetet ai që ka iniciuar së pari këtë sport në Lezhë, ju jeni vazhduesi dhe zhvilluesi, po themi ne. Domethënë unë mbetem trajneri i parë që kam ndërtuar ekipin e plot të ekipin Beslidhja dhe kam marrë pjesë në kampionatet kombëtare zyrtare si ekip Beslidhja me një ekip plot, që nga fëmijë deri te të rriturit. Unë kam fragmentarizuar pyetësorin dhe do të vijë edhe momenti për t'ju pyetur për rezultatet konkreta, por le të vazhdojmë me ecurinë e emisionit ashtu siç është formatuar edhe të tjerët. Nëse do ta përkufizoj jetën tënde me një fjali, cila do të ishte ajo? Vazhdo punën, mos ndal. Pasioni është pasion, por pasioni kërkon edhe përkushtim. Nga Mirdita në Lezhë, sa ndikim pati kjo lëvizje në formimin tënd si njeri dhe si sportist? Mendoj që kjo ka qenë një farë mënyrë të... Nëse Paulini lëvizi nga Lezhë në Tiranë, ne kemi ardhur në Lezhë në vitin 91 pas një kohë kur ne kemi jetuar në Mirdit, në një zonë ku normalisht nuk disha bakur sportista trajner që jam sot, por fatmirësisht prindërit e mi ishin pak me vizion më gjerë dhe kërkuan që të lëvizin nga aty, që fëmijët i shkollojnë në një qytet më zhvilluar se sa ishte zona Mirdites, dhe ne erdhëm në Lezhë në fakt, dhe ky t'ia di përnderë shumë familjes që ma kanë dhënë këtë mundësi, që unë të jem një person që jetoj në një qytet ku kam pas shumë mundësi për të ecë përpara, për t'treguar talentin dhe ato aftësitë e mia. Sa i rëndësishëm ka qenë sporti në jetën tënde për te medaleve që keni marrë? Mendoj që sporti është diçka për te asaj që ne shikojmë. Sporti është një formim në tërësi. Jo thjesht si një sportist, jo thjesht një trajner, por megjithëse si një njeri. Megjithëse një person me vlera, një person i kulturuar, i edukuar, një person që e rrezaton gjithmonë pozitivitetin në shoqëri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra sporti për mua është gjithçka. Si përgjegjësi sporteve në bashki, çfarë mund të na thoni për politika që institucioni i bashkisë ka ndjekur ndaj sportit? Atëre unë këtu kemi një qasje ndryshe për hir të realitetit. Po të flas në këtë pikë. Unë e di se do të thosh është konflikt interesi, por duhet thënë e vërteta. Pra në optikën time ka një qasje tjetër të institucionit të bashkisë ndaj shumë sporteve. Pra nëse kemi patur, po them unë, vetëm futbollin si sport elitar, tani Lezhë ka sport elitar tjetër, basketbollin, jemi kampion. Po, pati jemi kampion në ligën. Kampion në kampionat dhe fitues të kupës, madje para një javë shpall. Ju urojmë që të komplementojmë sepse na kanë sjellë disa herë medalje. Besoj të gjejmë mundësinë që të kemi të ftuar edhe zotin Bilali, trajnerin e basketbollit, që me këtë rast i bëjë një thirrje publike që të jetë kontaktojmë ose gjejmë mundësinë e kontaktit për të qenë i ftuar këtu për të na dhënë një sinoptik të plot. Pra, kemi një grup vajzash voleybolli, kemi judon, kemi mundjen, pra kemi shumë sporte. Pavarësisht se ju jeni punonjës i bashkisë, nguroni për të thënë. Jo, dy fjalë do të them patjetër, që më takon edhe si punonjës i bashkisë, por edhe si trajner, por ka diçka që unë si trajner sportist të thash, nga që kam rreth 3 dekada që bëj sport në Lezhë dhe e njoh shumë mirë këtë fushë dhe mbështetjen e bashkisë ndër vite. Po timi realista me kryetarin zotin Pyri Ndreu ka ndryshuar diçka në lidhje me sportin, sepse ky vetë e don sportin dhe na ka dhënë një nismë, me thënë drejtën, 3 që në momentin që ai ka në bashki ka bënë një premtim dhe ka marrë premtimin për sa i përket mbështetjes financiare për disa aktivitete, për disa gjë, kuptohet që modeste po themi, sepse mbështetja e sportit tash unë ja kam thënë kryetarit dhe ja them këtu live që
momentin që të bati pallat sporti në Lezhë do të marrë një tjetër rrugë sporti, por meqense për momentin jemi në kushtet se kemi disa ambiente sportive jo në nivelet përshtatshme për ta zhvilluar sportin siç duhet, por me dëshirën, vullnetin që kanë gjithë njerëzit pa mbajnë shumë lart sportin e judës, mundjes, karates dhe gjithë sportet më radh, taekwondo, atletik, volejboll, basketboll. Por basketbolli që është kampion Shqipëria, akoma s'kemi një ambient që të zhvillojmë ndeshjet në Lezhë. Volejbolli që është një sport i gjithë femra dhe është me të vërtetë sporti më i bukur që mund ta ushtrojnë gjithë, akoma s'kemi një ambient zyrtar që të bëjë ndeshje zyrtare dhe po i zhvillojnë ndeshjet në rreshen. Dhe kjo pra ka sjellë një vështirësi në sportin lezhian. Dhe mendoj që shumë shpejt edhe kryetari ka shpreh disa herë në takime të ndryshme që ka një ide të qartë që pallati i sportit duhet dhe duhet bëhet, por tash i ngelet çështja e investimeve besoj. Për te konfliktit interesit për hir të realitetit është momenti që ta falenderojmë publikisht kryetarin e bashkisë zotin Pirindreu edhe për mundësi që na ka krijuar për zhvillimin e këtij emisioni këtu në ambientet e Pallatit Kulturës. Pra, ai ka thënë që ndërtoni aktivitete, prodhoni ide dhe ambientet social-kulturore janë në dispozicionin tuaj pa pagesë, siç është rasti konkret edhe i emisionit ton, ku së bashku me Agustin Cin Marinin e falenderojmë në mënyrë publike për mundësinë që na ka dhënë për ta zhvilluar këtë emision në kushte do të komode këtu në Pallatin e Kulturës. Atëherë Altin, fëmijëria dhe hapat e parë në sport është fillesa e këtij emisioni sipas një parashikimi, sipas një fragmentarizimi që unë i kam bërë. Si nisi lidhja jote me sportet marciale? Atë shisë se ka pak më parë, në Brezi unë i më rrit me ato filmat me arte marciale që të vegjël dhe ishte koha kur gjithë filmat që u shfaqen në televizione ishte një interes shumë i lartë i gjithë fëmijëve që shikojnë arte marciale, ato filmat në luftë, të themi me Van Damme, me Bruce Lee, ato aktorët e asaj kohe. Edhe unë isha shumë i dhënë pas tyre arte marciale. Momenti që kur shinim që se thash përpara, polincira solli disiplinë 3, unë e përqafova direkt sepse ishte diçka që u lidhte me dëshirat që kisha unë, që nga fëmijë për të marrë me një sport marcial. Dhe ky ishte ajo starti cili ka qenë, ashtu siç e thatë, cekë edhe më përpara roli i trajnerit Paulin Cera. Dhe çfarë ndikimi ka patur ai në rrugtimin tuaj sportiv? Dhe si trajner. Themi drejtën kur e startuam këtë sport bashkë në Lezhë, s'kishim asgjë gjë. Dhe ai domethënë solli gjithçka, bazë materiale, uniformat, tapeta, gjithçka që ishte nevojshme për ta vu këtë sport në vijë, e solli si fillim ai, atëherë gjithçka e vijova unë duke vazhduar. Dhe për mua ka qenë shtysa kryesore sepse edhe kur ishte në Tiranë më dha gjithmonë mbështetje për krahje në çdo moment dhe kam pas krah djallë. Si e kujtoni emocionin e kampionatit parë të zhvilluar si sportist? Ka diçka të veçantë sepse në ato vit unë isha gjimnazist në Isho Lezhë edhe ishte viti 2001 ku kam pasur një profesor pedagog Irfan Rama, ka qenë edhe gazetar edhe gazetarin kolegun tim. Po. Edhe momenti që mora medalin e parë, më ishte deputimi i parë në kampionat kombëtar dhe arrita dal kampion që në kampionatin e parë. Kjo fal punës për kushtimin e dëshirës, për fal disa dhuntive që janë tinona që mund të jesh sportist shumë i vjetër në karrierë apo në vite, por nuk ke diçka që mungon asaj që të lind i tillë, lind sportist, lind kampion. Edhe kur bisedova me profesorin në shkollë, thash profesor, kam qenë këtë fundjavë në Tiranë dhe kam dalë kampion Shqipërie. Dhe ai çfarë thu, tha, pse s'm ke treguar? Dhe më ka bën një lajm shumë bukur në gazetë. Dhe aty ka qenë një emocioni më i madh ishte kur lexova emrin në gazetë dhe Altin Përgjigj kampion Shqipërie se sa kur dola kampion realisht vetë aty. Ishte shumë emocionuese kjo. Çka dëshmon edhe rolin e medias në këtë rast. Tjetër shumë e rëndësishme. Për lancimin dhe promovimin e vlerave. Çfarë ju i cekët sakrificat të thoja unë që keni përjetuar për të ndjekur stërvitjen nga Lezhë pasi trajneri i parë juaj u transferua në Tiranë dhe ju e ndoqët pasi ishte pasioni ai që u shtyu atje. Ka qenë një sagë e vështirë, do të thoja. Patjetër, fakti që Lezhë nuk ishte palesër judo, fakti që nuk kisha trajner, u detyrohet që ta ndjeku këtë sport, këtë disiplinë për shumë vite, rreth 5 vite në Tiranë. Te ekipi Don Bosco ku drejtonte nga profesori Paulin Cera dhe ato vite
isha edhe një sportist aktiv çdo kampionat edhe do ta cekim ndoshta edhe në ndihim ato rezultate që kam pas ndër vite, por me dha një ndihmë shumë madhe ikja në Tiranë, por njëkohësisht një vështirësi e madhe për arsye edhe financiare, edhe çishte kohe, sepse isha edhe ndërkohë që bëja shkollën, po nika edhe stërvitin, familja nuk ishin shumë të kënaqur me mua, sepse normalisht nuk e shikonin si diçka që nitar mund kisha një fitim me këtë rrugë, hajde pse harxhon kohën kot, shkon në Tiranë. Pra ishte diçka kërkesa natyrisht ishte drejt shkollës. Drejt shkollës, si çdo prind natyrisht. Dhe kjo ndodh vetëm në vendin tonë, pasi sportet në përgjithësi ose sportistët nuk trajtohen ashtu siç duhet të trajtohen. Në karrierën tuaj sportive si sportist në judo keni patur, do të thoja unë, një dekadë artë rezultatesh. Kampion për 10 vite rresht nuk është rastësi. Cili është sekreti i këtij suksesi? Ndoshta dëshira madhe për të bërë dikush në jetë. Ndoshta dëshira madhe për të bërë një person me vlera dhe një person që të njihesh nga gjithë komuniteti dhe ndoshta edhe pse jo edhe më gjerë. Kisha një pasion shumë madhe për artë marciale si CCK para dhe dyta ishte një shtyse madhe kur arrita të dal kampion herën e parë që marra pjesë, thash ore, unë mund t'ja dal. Dhe kam arritur që të bëj stërvitje jashtë normave normale, se nëse një person mban 2 orë 3 ditë, unë kam bërë 4-5 orë në ditë. Kam bërë domethënë mëngjes vrapin e mëngjesit, atëherë mbaj gati për shkollë, kam bërë stërvitjen para dite. Pra i bie stërvitje suplementare, po themi ne, ndoshta edhe pak sa të sforcuar. Dhe ndoshta një ndër gabimet që kemi bërë atkohë, jo vetëm unë, por shumë sportistë të brezit tim që duke mos pas trajnerët një film. Marr ngarkesë mbi normën lejuar. Patjetër ngarkesa mbi normë dhe ushqyja nuk ka qenë në kondicione të duhura për të përballuar të gjitha ngarkesat trajnore. Tash ju, meqense tani jeni trajner vet, i bën një retrospektive edhe gabimeve tuaja teknike dhe fizike. Dhe këto i korrigjojmë të sportistët që kemi vazhdim pa patjetër. Duhet vlerësuar ky fakt që të paktën brezi i ri ka një fat që kanë teknicienët ose trajnerët të kualifikuar dhe të specializuar. Cila ishte gara më e vështirë e karrierës tënde si sportist? Mani më një garë, të gjitha garët janë të vështira, sepse ka emocione, ka... Patjetër, në nivel kombëtar, në fakt ka diçka kur të merr për mirë, thënë një shprehje popullore, të merr për mirë, të shkon për mirë, dhe në gara kombëtare në fakt kam qenë një farë sportist i kompletuar dhe i konsoliduar në kategorinë 60 kg, por një garë që ka qenë shumë e vështirë dhe kam mësuar një dëmtim ka qenë në nivele ballkanike, kur kam qenë një garë me një nga Bullgaria, më sa kujtoj se ka shumë vite tash, dhe mënyra se si rash në tapet, rash pandjenja dhe domethënë ishte një moment kur unë dyshova të vetja, ata nis rrugën e judës apo jo, dhe ky ishte një moment që kam qenë dilemë, ta vazhdoj judën apo ta lej judën. Momenti që dola nga tapeti me barrel, domethënë aty kuptova se ore ky sport ka edhe dëmtime, ka edhe rreziqe sepse është sport luftarak. Por kur e kalova ata mendova prapë, jo nuk i doj humb gjithë ato vite që kam bërë dhe do të vazhdoj. Domethënë ky ishte momenti më i vështirë në karrierën time si sportist, domethënë. Keni menduar ndonjëherë që ta linit sportin ose ti që dorë nga... Vetëm ky ka qenë momenti që kam menduar, por më kaloi, ishte diçka kalimtare, jo që ma sfomoj ëndrrën që kisha për të bërë diçka në jetë. Çfarë ndjesie është për një sportist që e mbyll karrierën në kulmin e saj, pra pas një dekade shkëlqimi, do të thoja, historia juaj daton me mbylljen e karrierës dhe me fillimin e një drejtimi tjetër, pra të trajnerit e më vonë edhe të arbitrit, si quhet kjo, ndoshta teknikisht nuk jam i saktë, arbitrit. Në fakt në këtë pikë, domethënë unë kam qenë sportist kampion për një dekadë, për 10 vite, por realisht kam bërë rolin e trajnerit dhe sportistin në jetën kohë. Ku unë kam filluar trajner që moshë 3, që në moshën 20 vjeçare kam qenë trajner i ekipit Bestidja dhe fakti që kam qenë dhe trajner dhe sportist arritën në një pikë ku unë u tërhoqja nga sporti sepse arritën sportistët e mi që dalin tapet me mua dhe nuk ishte ma një motiv për mua që dalin tapet dhe sfidoj ato sportistët që unë kisha përgatitur vetë. Në vitin e fundit që kam mbyll karrierën si sportist. Erdhi momenti për të hapur krah. Patjetër. Dhe momentin që jam sikur ndodhte kjo pavarësisht se emisioni jonë kemi deklaruar që në kryet herës se
nuk ka orientim politik, po sikur të ndodh kjo edhe në politikë që dikush që ta shohë se ka momentet hap krah. Edhe politika është karrierë, edhe sporti është karrierë. Momentin që ti kupton që vjen një nxënës i oti dhe arrin tapet ose edhe në politikë arrin të vinë nivelet tuaja, hapi rrugën. Pra tërheqja juaj u bë për të frymëzuar patjetër. Gjenerata të tjera. Më e bukur ka qenë se kampionatin e fundit unë jam tërheq, un kam dalë ndeshje me sportistin tim edhe sportisti im atë kampionat, domethënë ishte në nivele fantastike, performancë shkëlqyer dhe ishte një bisedë paraprake me te, se sot e kam edhe shok dhe koleg, që nëse ti do arrish të fitosh ndeshje dhe të vish me mua në finale apo gjysmëfinale, do të hap rrugën ty dhe ashtu u bën fakti hapa rrugën e tij dhe ai doli kampion në atë kategori, do të tërhoqja. Ishte një kompromis ky, sepse ishte sportisti im, ishte se bëmi krahasim me politikën. Ishte këtë puna ime aty. Dhe normalisht kompromis, pra profesori i hap krahun. Patjetër, po. Edhe aty ishte premtimi im dhe aty jam tërheq komplet nga sporti si sportist, atëherë dhe kam filluar vetëm si trajner. E marrja përsipër e rolit të trajnerit ishte një guxim apo një përgjegjësi më e madhe se sa kur keni qenë sportist? Në fillim nuk e mora me shumë shef, sekretari i federatës zoti Labo Çapo, duke pasë se Lezhë nuk ishte një ekip judoje, duke pasë se unë isha sportist i Beslidës, por nuk isha një ekip nga mrapa, isha një sportist kampion, por duke pasë se Shqipëria nuk ishte shtrirje të madhe në sportin e judos, në farë mënyrë të nguli kam që në hap ekipin Beslidë dhe vazhdoj si trajner. Dhe nga i moment, sot e di shumë për nërë ati, se gjithka që e kam falë t'i startë që kam marrë në ato vite, po ishte diçka që mu imponu nga sekretari federatës, pse jo ti, pse mund t'a bësh ti. Cila është filozofia ose diçka specifike e juja në rolin e trajnerit, që ju ka udhëhequr gjatë kohës që po ushtroni rolin e trajnerit? Realisht, trajner është fjalë e madhe, themi drejten. Kur unë kam qenë trajner sepse isha një sportist kampion, por nuk isha trajner i kompletuar në gjitha aspektet. Dhe rrugës, unë jam një familje si thotë, jam pjek, jam formu, jam përmirësuar në gjitha aspektet, duke bërë shkollën masterin për sport, duke bërë gjithçka në lidhje me sportin. Dhe fakti që u bëra trajner i Beslidës, fakti që isha një kampion në vazhdim, me dha me kuptimin dhe drejtimin e shkollës. Përfundimit të Institutit të Kulturës fizike, si ka qenë quhet, Universiteti i Sportit në Tiranë, edhe dy mastrave. Po një master për mësuesi dhe një master i cili më ka mësuar Federata Shqiptare në Estoni, që është master profesional për judo, që është një kurs, mund të themi, një vit e gjys, i cili është një licencë apo diplomë që mund të thuj që është vetëm në mos gaboj. Është një certifikat ose licencë ose diplomë, mund ta quajmë në gjitha mënyrët, pa jashtë për mua është një master profesional, i cili unë isha i pari nga Shqipëria që morët master, dhe ajo është një farë mënyrë edhe pika kulminante ku unë si trajner kombëtare plotësova gjithë dosjen time për të qenë i kompletuar edhe si trajner kombëtare. Pra për të ushtruar edhe për te i çasheve, po themi ne. Ishte një farë mënyrë të Federata Botërore. Federata Botërore ka disa kritere, që ti jesh trajner ndërkombëtar, do të kesh përveç faktit se ti je me shkollë sportive, ti je sportist dhe ti je trajner që ke mbi 10 vite eksperiencë, po do të kesh edhe licencën ndërkombëtare që ata e kanë si master sportiv. Dhe aty ti arrin të tregosh vlerat tuaja dhe je apo nuk je për nivele elitare. Ndërkohë në punën tuaj të përditshme dhe disa vjeçare, e kam fjalën për kohën e fillimit, kur e kuptuat që ekipi i Beslidës që ju përgatiteshit do të jetë një ekip që do të prodhoj emra në këtë sport? Në fakt, starti si trajner ishte kuptohet me shok, me miq, me fëmijët e shokëve, me ato që ne ishim çdo ditë bashkë, edhe në farë mënyrë nuk isha i sigurt që unë do të arrit bëj një ekip tillë që arrita pastaj vitet në vazhdim, por me punë, me dëshirë, me pasion dhe duke pa edhe nivelin e këtyre djemve tri edhe goca, se kemi pasur goca në ekip, duke pa nivelin e tyre, duke rritur çdo ditë, duke marrë pjesë në gara dhe duke pa rezultate vit pas viti, ne nga viti 2004 deri në vitin 2010, domethënë ekipi Beslidë arriti që dalë edhe kampion Shqipërie me trit, kampion Shqipërie me fëmijë, me mosha të ndryshme. Me mosha të rritur. Jo, deri te mosha trive ne jemi shumë mirë. Kemi një fenomen që jo vetëm sporti i judos, por gjithë sportet e tjera, që momentin që një nxënës ose një sportist marrën shkollën e mesme ka dy rrugë. Ose do nikë shkollën ose do nikë punën. Dhe kuptohet familja ka prioritet shkollën dhe punën, dhe sepse sporti si stati më përpara nuk është një diçka, një rrugë që ty të mban dhe të siguron jetën. Sidomos në Shqipëri, në shtete të tjera po. Dhe kjo është për ne si trajner Lezhë është një minus i madh.
Të gjithë sportistët tonë, në momentin se mushin 18 vjeç marrin gjimnazin, Pra në atë drejtohen kohë drejt Tiranës, ishin formuar, po themi ne, dhe priteshin që ti ndërton nga mosha 10 vjeç deri 20 vjeç, e ndërton, e bën kampion kombëtar, ndoshta pse jo medalist ndërkombëtar, dhe në momentin se ai bën 18-20 largohet. Largohet drejt shkollës, largohet drejt punës, largohet jashtë edhe jashtë vendit, si po dim tash çdo ditë po lëvizin jashtë vendit për jetë më të mirë. Kështu që legjën e penalizon shumë këtë gjë. Se s'ka universitete, nuk ka, domethënë si kryesor është universitete. Jemi në qytet i vogël. Ndërkohë në raportet tuaja të marrëdhënieve trajner, sportist, i bie dhe mësues, nxënës, ka qenë në mes edhe një faktor tjetër i rëndësishëm, prindrit. Si ka qenë raporti juaj ose si ka funksionuar trekëndshi, po themi ne, trajner, sportist dhe prind? Ky trekëndshi është shumë i rëndësishëm sepse jo trekëndshi revolucionar, që kemi patur ne, mësim punë ka lidhje. Të kuptoj. Trekëndshi shumë i rëndësishëm. Ne unë të pakën se ti je më i ri. Realisht ka diçka. Unë Agustini e kemi patur të trekëndshin e famshëm. Nëse nuk funksionon trekëndshi, prind, sportist edhe trajner, nuk pra përpos elemente teknike, është diçka. Duke qenë se po e thanë në një mënyrë pak më të kuptohet edhe nga publiku. Një sportist, nëse nuk ka mbështetjen e familjes, nuk bëhet sportist. Pse nuk bëhet? Ton mbështetjen dhe motivimin. Nuk bëhet do sportist. Sidomos artet marciale, që janë sporte luftarake individuale, kërkojnë një financim dhe mbështetje edhe nga familja për të ecë përpara. Sepse unë kam pas disa rezultate edhe ndërkombëtare dhe fatmirësisht kam pas mbështetjen e familjes dhe ato familje që më kanë mbështetur fëmijët e tyre, unë kam arritur që të bëj rezultate ndërkombëtare. Pse? Për të bërë një kampion Ballkani apo një medalist ndërkombëtar, niveli ballkanik apo edhe më gjerë, duhet të bësh trajnime jashtë. Trajnimet që bëhen jashtë Shqipërisë nuk mbulon as nga bashkia, as nga federata. Mbulon nga vetë familja i interesuar, po themi. Siç kemi shembullin e Jurgen Uldedi se po pranon të bëjë kampion bote, u bë kampion bote sepse familja mbështeti dhe eci përpara. Pra nuk ka mundësi asnjë sportist që të stëvitet në Lezhë dhe trajnohet në Lezhë dhe brenda kufijës Shqipërisë të bëhet kampion Evropë. Pra nëse ne nuk dalim të shikojmë modelet e reja, sepse judo si çdo sport tjetër evolon çdo vit. Dhe këto evolimi i këtyre disiplinave vjen gjithmonë ose merret më mirë me thënë kohë kur ti i kap gjithë trajnimet në kohë. Dhe ti arrin të marrësh gjithmonë atë më tren që del në treg. Dhe normalisht ato prind që kanë mundësi që të paguajnë shpenzimet që janë më kosto të lartë, duhet paguajnë edhe shpenzimet e trajnerit, sepse edhe trajneri, unë jam një rrugtar që drejtoj një ekip, por nuk ka mundësi financiare. Po shkoja konsumuar edhe për trajnerin, kohë, dije, angazhim, thash, unë jam javë që të marr nga këtu të shoj këtu, po me shku më lart, duhet dhe kjo. Duhet dhe kjo. Pasi stërvitja është konsumuese e energjive të organizmit njeriut, dhe këto energji të konsumuara duhen balancuar me trajtime financiare, me ushqimet dhe me normat çka rëndon tek buxheti i familjes. Futbolli ka evoluar as shumë sa që po shikosh futbollin e viteve para 50 ditësh, shikosh sot është ndryshe gjithçka. Ashtu edhe judoja. Ka evoluar shumë sa që të gjithë bëjnë judo të njëjtë, në gjithë botën, teknika është e njëjtë. Mënyra se si nxjerr teknikën është ndryshme. Rruga se shkosh te teknika është ndryshme. Pra, atëherë, pse japonezët janë më të mirë në botë? Fakti që e kanë ndërtuar si sport vetë dhe disa vite ato ishin gjithmonë kampiona. Duke kuptuar stëvitin e atyre dhe shtetet e tjera filluan të fitojnë Franca, Italia, Gjermania, tash çfarë bën Japonia? Ndryshon taktikën e stëvitjes. Dhe bën diçka tre që francezi mos ta kuptojnë më atë që bën japonezi vitin e kaluar, bën diçka tre që të arrijnë të fitojnë prapë japonezi. Pra, kjo familje është taktik, është teknik, pra është edhe aftësi. Është aftësi se ti të rigjenerosh gjëra të reja në sport. Edhe ne si Shqipëri, në vend i vogël, kuptohet se nuk jemi përballë në një kampionat evropian, jemi përballë shtetet më të fuqishme të Evropës dhe të botës. Dhe mundësia jo nuk është as e madhe sa ne të arrijmë të kapim nivelin e tyre, por duke qenë afër atyre në trajnime, ne shikojmë, kuptojmë, blejmë diçka dhe sportisti jonë është koherent se çfarë doli re unë e di. Atëherë kapaciteti fizik dhe teknika atë është në dorën e trajnerit kuptat. Është kohë tjetër në fakt, sot për hir të realitetit, pavarësisht vështirësive ekonomike që mund të kenë familjet që kanë brenda tyre sportist, kushtet dhe mundësitë janë, pasi marrjet e informacioneve janë burime të ndryshme. Pati sot teknologjia më kujtohet një profesor im i nderuar kur ishim në fakultet, kur prodhoi Shkodra, ku diun, sa duket filloi të prodhoi biçikletat. Edhe ai mund
Më tha ma Martin, po që bëjnë këta. Në vend që të mësojmë bicikletë, duhen të prodhojnë bicikletë. Bicikleta bjen Kina sa të duash. Pra, nëse për para viteve 90 për shkak të isolimit që ne kemi patur, ishte vështirë edhe për trajnerët. Trajningu sepse duhet shkletosh të kesh sepse mungoshin materiale. Sot themun që brezi i ri në një farsoj mënyre nuk po e shfrytëzon këtë hapësirë. Këtë hapësirë ose këtë mundësi që është krijuar. Ka mundësi ta gjej librin kudo, ka mundësi të gjej dhënat kudo. Janë futur shumë elemente, shumë rrjete sociale, pavarësisht anëve të këqija të tyre, por dashe pa dashe, për një që është interesuar, ka mundësi për të gjetur. Ndërkohë tani vim në pjesën do thojë unë më të rëndësishme, në sukseset tuaja individuale, sukseset kryesisht ndërkombëtare. Medaljen ballkanike të vitit 2016, çfarë përfaqëson për ty kjo medalje? Medalja si sportist, të listojmë medaljet individuale si sportist, pastaj si trener. Medaljet e mia si sportist kanë qenë përveç kombëtare dhe ndërkombëtare në tornet ndryshme ndërkombëtare, por nuk i vej kurrë rëndësi medaljet mia personale si sportist, sa i vej rëndësi medaljes si trajner. Pse? Medalja si trajner ka qenë një punë e dyfishtë. Sepse ti me aftësitë tuaja do stërvisësh një person tjetër. Ndërsa për veten tënde me aftësitë tuaja stërvit veten tënde dhe je gjithmonë koherent pa ta që bën. Kur stërvit një person tjetër që ti nuk e din, kur ulet në gjumë, ç'a han, ç'a pin, si ushqet, si pushon, sa arrin rrjetet sociale, sa arrin në shoqërinë. Pra, je dy fish, tre fish më i vështirë për ta nxjerrë një kampion se sa për të bërë veten kampion. Pra, është kollaj stërvisësh veten tënde, por stërvisësh një tjetër është më vështirë. Dhe sepse ke të bësh me psikologji të ndryshme, nivele ndryshme zhvillimi. Dhe 2016 rezultati si trajner, po themi tash më mirë, kalem pjesën trajner, ka qenë një ndër ëndrat e mia që të bëni medalje ndërkombëtare me sportistët e mi dhe ka qenë pikërisht Luis Vataj, i cili ishte disa vite kampion Shqipëri dhe në 2016 u shpall nën kampion Ballkani në Maqedoninë në Shkup dhe ishte një emocion i madh të drejtën sepse ai arriti të fitojë me shtete shumë forta si Turqia, Greqia, Bullgaria, Serbia. Dhe në finale u ndesh me një serb tjetër dhe në fakt aty duke qenë se ne jemi shtet i vogël para aty shtetit ballkanike dhe në farë mënyrë ishte një diskutim lidhje me gjykimin. Jo, ishte një lidhje me gjykimin dhe u diskutoi gjykimi pa drejtë dhe sepse gjithë pretendonin se kampioni ishte sportisti im dhe në ato vite ka qenë një vlerësim me 3 arbitra dhe 2-1 ndan, i dhan 2 vetë serbë dhe një dha sportistit im Luigi dhe në një farë mënyrë ishin të 3 arbitat serbë dhe kjo ishte problemi. Natyrisht do trajner dhe sportist ka dëshirën e tij që të fitojë, por edhe nën kampion Ballkani për mua ishte një arritje. Po e krahasoj edhe me fitoren e ekipit kombëtar në futboll në Serbi. Po ishte e njëjta situatë. Serbë nuk u ka ardhur mirë që ne kemi fituar, natyrisht ne kemi shkuar në Zenit me atë gjëra që ndodhin. Kjo ishte një emocion shumë i madh dhe për mua dhe për familjen e Luigi dhe për federatën sepse ishte medalja e parë në atë kategori U15 që mori ai. Dhe atëherë pas atij kemi pas një sportist tjetër që ka profesor Beslidhen dhe Shqipërinë, Francesco Gega, i cili vaj mori medalje ballkanike. Dhe ju keni meritën sepse keni stërvitur dhe sjell në Lezhë edhe një medalje nga një femër, në një vajzë. Edhe kjo është një emocion i bukur. Zonjush, vajzë. Po, patjetër në atje Desara Ndoci. Po Desara Ndoci ishte goca e parë nga ekipi Bestia, e cila mori jo medalje kombëtare sepse medalje kombëtare kishim disa, por medalje ndërkombëtare, e cila në Malinezi u shpallë në vendin e tretë Ballkan, ku arriti të fitojë 4 ndeshje dhe të humbën vetëm një. Po judoja ka një klesë. Ka një rregull të veçantë, 4 ndeshje me ka një ide kjo. Kur ti fiton ndeshjen e parë, hidhesh te ndeshja e dytë. Në momentin që ti humb ndeshjen e dytë, ke drejt garosh përsëri për të viju garën, por nuk ke drejt shkosh më në finale. Dhe kjo moment që humbi ndeshjen e dytë. Pra të privon nga çmimi i parë, por të jepun si që shkosh për vend të tretë. Dhe kjo ç'a bani? Moment që humbi ndeshjen e dytë, ka fituar gjitha ndeshjet deri në finalen që ju dha mundësi me bën finale për vend tretë, dhe arriti të fitojë 4 ndeshje rresht, por jo për finalen e madhe. Jo për finalen e madhe. Privuat drejta për finalen e madhe. Pra me 4 fitore dhe 1 humbje, ajo arriti të marrë vendin e tretë, por ishte një emocion i madh dhe për mua përse e cekë dhe ti faktikisht një femër. Një femër që stërvitet në një ekip me shumicën çuna,
një femër që strevitet në një ekip modest si Shlezha, Beslita dhe merr medalje ballkanike, domethënë edhe kjo është një diçka e veçantë dhe e bukur, por i kam kushtuar rreth 5 vite asaj goce dhe sot tash ajo profesion në Shqipërinë, strevitet në Tiranë sepse është shpërngul me familjen në Tiranë, jeton në Tiranë, tash i garën për ekipin e Tiranës. Që nga ky vit që jemi këtu, edhe është një sportist që vazhdon karrierën dhe çdo rezultat që ai merr në jetën e saj, një pjesë e rëndësishme e mallon. Edhe i uroj shumë sukses, uroj që të marrë medalje shumë më të mëdha se një ballkanik. Për hir të realitetit, unë kam pak njohuri në sportin e judos, por duke e krahasuar me futbollin, unë mendoj që femrat kanë më këmbgulje, janë më solide në stërvitje, janë në fakt femrat janë më serioze. E vlerësojnë më shumë pikërisht, angazhimin e tyre. Nëse ti le një detyrë, një femër e zbaton më mirë se një mashkull. Pra, ose një djalë një vajzë, po them. Momenti me femrat është deri sa të thyet koncepti, pasi duhet pranuar se kemi i familjeve që jo, po gocat merret me artë marciale, jo po në sporte luftarake, por kemi goca që me të vërtetë duan këtë sport shumë dhe unë edhe aktualisht që flasim kanë në palesë rreth 15 goca që ushtrojnë judo dhe gjithë kanë dëshirë pasim për ta njeh. Tash rruga është e gjatë. Nuk e dim, por mendoj që në të ardhmen do kemi medalje të tjera nivele ballkanike. Më shumë në fakt për ata që na ndjekin, cili është ndryshimi mes një gare kombëtare dhe një gare ndërkombëtare për sportistët? Se përpos emocioneve të rezultateve, mendoj që edhe njohja me kultura të ndryshme të vendeve të ndryshme, edhe me pasurit atyre vendeve, pra gujdimi. Në fakt, duke qenë se unë nga viti 2011 që u shputa si sportist dhe jam emëruar trajner kombëtar Shqipërisë, nga viti 2012 duke qenë trajner kombëtar, më është dhënë mundësi që shkoj në shumë gara ndërkombëtare. Deri në nivele botërore, ku kam marrë pjesë në disa gara botërore, europiane, Lojën Olimpike Europiane, Festivali Olimpik Europian e Joftë, ku në vitin 2013 kemi qenë në Holland, në vitin 2017 në Hungari, në vitin 2019 në Azerbajxhan, që kanë qenë tre lojë olimpike europiane, themi që kanë qenë për mua një eksperiencë shumë e madhe. Por jo vetëm për mua, edhe sportistët që kemi pas me vete. Cili nga këto turne që lançove ka qenë më emocionuesi për ju? Ndoshta i pari në Holland 2013, sepse për shoqëruar edhe me rezultate. Rezultatet në fakt nuk ishin medalje në judo sepse ishte debutimi i parë në tillë nivel, dhe i Federatës Shqiptare dhe imi si trajner, por ishte një emocion pasi ne arritëm të kuptojmë çfarë formati kishte ai organizim, çfarë formati, çfarë përmasash, çfarë pjesëmarrje kishte. Aty ishin rreth 5.000-6.000. Është një shkollë veçantë ose një aty kemi pa që jo vetëm judo, ishin gjitha sportet dhe ishin një format shumë i zgjeruar i gjitha disiplinave, por edhe në judo kemi pa nivelet më të mira të botës. Kemi arritur shikojmë edhe kemi pas mundësi të rrimë me trajnerët më të mirë të botës. Kemi pas mundësi të bashkëndajmë biseda të ndryshme gjatë stërvitjeve të përbashkëta, gjatë mendime që kemi bërë takimeve zyrtare apo jo zyrtare, doktrina, ide. Patjetër dhe në fakt realisht ku unë duke qenë se kam shumë vite trajner kombëtar dhe unë pothuajse shumicën e trajnerëve të Europës edhe një pjesë të botës kemi kontakte edhe marrëdhënie shumë mira dhe kur diskutoj me to dhe ju them kushtet që kemi ne, ata nuk e besojnë. Me kushtet që kemi ne, kanë të paimagjinueshme. Nuk e imagjinojnë dot. Po ti them aty unë se stërvitem në një klasë shkolle, në një klasë 6-10, ata nuk imagjinojnë dot. Por palestra ime është me dimensione 16. Është 10 metër 6 e gjerë. Më është një klasë. Kështu që ti thosh një trajner në nivel botror. Është një kontradikt në qoftë se ne po themi ne joshemi kënaqemi me këto kushte që janë krijuar, po t'ua bëjmë me dije atyre, ata nuk e honepsin dot, nuk e mendojnë. Ato nuk e konceptojnë edhe nga ana ligjore, se ti thosh se vitesh me çuna thotë në këtë ambient thotë se është edhe rrezikshme, se ke murin në krah, ke kolonën krah tjetër, drejtarën krah tjetër, kështu që është një ambient shumë i kufizuar për të nxjerrë teknika të pastra dhe për ta finalizuar atë që nis. Por ne këto janë kushtet tona për momentin, urojmë që tham do t'i përmirësojmë vazhdimsi, kuptohet. Por kjo është diçka që ne na ka bënë kuptues se ne kemi shumë pasion. Kemi shumë dëshirë, sepse po t'jenë sportistë shtetet e tjera në kushtet tonë nuk se vitën fare. Grinta sportive është element dallues tek patjetër. Në përgjithësi shqiptari, Ballkanasin në përgjithësi me sanguinal.
Po edhe në shqiptarët, duke qenë se kemi qenë në vend gjithmonë i sulmuar nga gjithë shtetet. Aq më tepër për këtë lloj sporti. Gjithmonë kemi qenë, kemi pas në mënyrë edhe traditë, edhe trashëguar këtë pjesën e vetmbrojtjes, mbrojtje nga kush, nga gjithë. Ju në karrierën tuaj keni një rol të rëndësishëm edhe në ekipin kombëtar. Si është përgjegjësia të jesh trajneri i ekipit kombëtar, ndjesitë që përjetoni? Në fakt këtu është shumë e bukur. Emocionet janë të paparashikueshme se të shkosh në një nivel botror apo nivel lojë olimpike si se kam e parë apo nivel europiane, ti përfaqëson një flamur, përfaqëson një komp, përfaqëson një kombëtare, nuk përfaqëson veten tënde as ekipin tënd. Përfaqëson një federat, përfaqëson ngjyrat kuqezi. Jeni shumë më shumë se sa Patjetër, dhe aty ke përgjegjësi jo thjesht për rezultatin. Ke përgjegjësi për sjelljen, ke përgjegjësi për komunikimin, ke përgjegjësi për gjithçka që shfaq sportisti apo ti gjatë gjithë ditëve që ti atje. Ke përgjegjësi sepse ti përfaqëson një shtet. Dhe nëse sjellja jote nuk është sportive, nuk është sjellja jote personale, është sjellja e një shteti, sepse ti je një person që përfaqëson një shtet. Dhe kjo është një diçka që un kam parë shpesh edhe sportistë, trajnerë të nivelet ndryshme, jo shqiptar, por edhe të huaj, që kanë sjellje arrogante në gara ndërkombëtare zyrtare. Por fatkeqësisht ai tregon fytyrën jo të vetën personale, por të një shteti aty. Kështu që është përgjegjësi e madhe. Është përgjegjësi e madhe dhe emocion i madh njëkohësisht. Qenja trajneri i ekipit kombëtar në farë mënyre unë do ta konsideroj edhe si një pasaport prezantuese. Patjetër, është privilegj. Të shtetit prej nga vjen, sepse atë vend mund ta kenë synuar shumë ose pse jo edhe merituar shumë të tjerë, por rrethanat të çojnë aty vend të cilin duhet ta justifikosh me dinitet dhe krenari njëkohësisht. Gjatë trajningut që ju bëni, çfarë kërkoni më shumë? Tu kultivoni fëmijëve, sportistëve tani talentin, teknikën apo intuitën apo dhe përgatitjen fizike? Fakti që ne ushtojmë art marcial, gjëja kryesore që kërkoj disiplina. Pa disiplinë nuk ka asnjë lloj sporti. Dhe asnjë gjë nuk bëhet pa disiplinë. Ndoshta këtu ngul kam pak edhe nuk du të binë shkollëve të mi, por jo gjithë sportet kanë disiplinë. Sportet kolektive në përgjithësi nuk e kanë disiplinë që kanë arti marcial. Arti marcial fillon me disiplinë, marrë me disiplinë. Po të jeni prezant një ditë 3 vite në palestrën tonë, gjithçka fillon me përshëndetje, vijon gjithkohë me përshëndetje dhe mbaron 3 vite me përshëndetje. Do thotë është një disiplinë që e ka zanafillin që nga fillesat e këtij sporti dhe ti e ke detyrim jo moral, por detyrim të rregullit që ka palestra apo sporti i judës, që në moment që ti kërkon një partner për të punuar do ta përshëndetësh para. Ai të pranon do marrësh, nuk pranon do të shkosh kërkosh një partner tjetër. Profesorin për çdo lëvizje që ban ti, për të bën një punë, do të përshëndetësh profesorin, ti kërkosh mund ta bëj këtë gjë, pra është një farë një disiplinë shumë e hekur. S'po hyn te sportet e tjera sepse secila ka disiplinën e vet, por judoja, karateja që janë sporte japoneze kanë një disiplinë të hekur çdo moment që veprojnë në tapet. Pra funksionon këtu triptiku magjik, të lutem, më fal dhe faleminderit. Kemi pjesë të punës. Dhe fakti që ka një disiplinë kaq të hekur, atëherë është hyn faza 2 që kërkon një teknikë më të mirë, kërkon një përmirësim nga ana fizike, psikologjike, sepse arti marciale të formojnë nga ana psikologjike, vetbesimi, vetkontrolli, që ti ke, domethënë një sportist i arti marciale që është kampion. Motivimi. Ore, je kampion i judos. Ti je kampion i judos, je një person që ke një grad, nuk je një person i thjeshtë. Ti ke një grad, ke një aftësi që nuk e ka dikush tjetër në rrugë. Dhe ti e respekton personin tjetër duke ditë kush je ti. Ti nuk i përfill ato ngasmimet e rrugës, nuk i përfill fare. Sepse në një farë mënyrë të parë nuk ke drejt të ushtrosh judo në rrugë, sepse është e rrezikshme, dhe dyta niveli jot është gjithmonë më lart nivelit të tyre i refuzon që të diskutosh me nivel tjetër. Në vitin 2019 u përballëm me Covid-19. Si gjithë bota. Si e përjetuat dhe përballuat të situata, a pati ndikim kjo tek? Në fakt jo vetëm të ne, se ne jemi shteti vogël dhe ne urdhërohemi nga shtetet e mëdha. Në momentin që u mbyll gjithçka mbyll me ne. Dhe aty ka qenë një periudhë shumë e vështirë për gjithë sportistat dhe për gjithë shtetin në fakt, dhe janë bërë disa aktivitete me numër shumë të kufizuar dhe me rregulla të rrepta. Ku Shqipëria nuk kishte mundësi që t'i paguajë faturat.
Sepse për të marrë pjesë në një garë kishte me bërë shumë testime, kishte Analiza, shumë analiza dhe shumë mbrojtje. ishte një kosto që nuk e mbolonim dot dhe fatkeqësisht atë vit ne s'kemi marrë pjesë në garë zyrtare fare, për arsye se kosti është shumë e lartë për të marrë pjesë. Domethënë një ekip që nëse i ka shku 5.000 euro shpenzime me shku në garë, në kohë pandemisë i ka shku edhe 50.000 euro. Kishin detyrime tjera të karantinimit. Edhe udhimet kishin standard tjetër, kishin me udhëtu me mjete me 1-2 persona, jo me kolektive, hoteli do përndote me dhoma personale, gjithçka ishte e veçantë, në ato periudhë ne s'kemi arrit marrim pjesë për arsye financiare. Përpos qenit sportist dhe trener, ju jeni dhe arbitër, administrator dhe drejtues. Po, cili është roli më sfidues për ju? Atëherë ti je trajner, je një person që përgatit një person tjetër. Ti je kampion, je person që ke arrit me përgatit veten tënde. Ti je arbitër, je një person që do ndash mes dy vetave. Do ndash mirën me të keqen, do ndash fituesin me humbësin, do ndash emocionet e dy vetave, do ndash gënimet e dy vetave. Dhe mendoj se më sfidues është arbitri, sepse do gjykosh. Është sprova më e vështirë. Patjetër, do gjykosh. Dhe në momentin që do gjykosh, je në një siklet sepse judo ka teknika shumë shpejta dhe ndoshta në momente mund të gabosh. Por mendoj se gjykimi është sfida më e madhe e çdo personi. Trajneri është lodhje, ndërsa gjykimi është sfidë. Si është të marrësh vendime të shpejta në tapet? Si e vendosni një moment kur ju jepni sinjalin që ngrini dorën e fituesit? Në fakt ka diçka, ti je arbitër i mirë, do të jesh ish sportist. Do të jesh trajner. Pse? Sepse nëse je sportist i kupton shumicën e teknikë, i kupton najer se kush e fitoi, kush e mori pikën. Në momentin që ti nuk je një sportist, mund bash arbitër, por nuk e ke kurrë atë emocionin për të ndarë drejt. Sepse ai sportisti ka përjetuar vetë gjithçka. Sa ndikim ka arbitri? Unë mendoj se tek shpallja e fituesit. Unë mendoj se arbitri jo vetëm judo, por në gjitha sportet arbitri është çelësi i sekretit. Sepse arbitri ka ndorë që të ndalojë ndeshjen, ka ndorë që të vazhdojë ndeshjen, ka ndorë që mos ta jap fitoren dhe kur e merr, ka ndorë që ta jap fitoren kur e merr. Që do thot arbitri nëse nuk është i drejtë, ka mundësi të gjykojë keq dhe të tjetërsojë edhe rezultatin. Ata kjo është e rëndësishme e arbitrit i drejtë. Arbitri ta ketë përjetuar vetë si sportist diçka që kur ti arbitër të thotë jo, nuk do bëj gabim, do bëj mirë sepse kështu kanë edhe mund dikur përpara. Atë ka ndodhur që keni dhënë ndonjë verdikt jashtë arsyes? Thash, judo duke qenë se tekniket janë shumë shpejta, mund gabojmë. Por fatmirësisht gjitha ndeshjet filmohen me kamerë dhe ne kërkojmë asistencë nga arbitri, nga asistenti jonë, arbitri që është në tavolinë, që të rishikojmë filmimin dhe shikojmë atë një familje një mini var, për të ndarë më saktë. Për të ndarë më saktë sepse thash, teknikat janë shumë shpejta dhe ndodh që edhe mund gabojmë. Nëse një sportist i përgatitur prej jush do të garonte ishte një ndeshje finale me një sportist të një ekipi tjetër, pa zonë emra ose një shteti tjetër. Nëse të dy do të ishin pothuajse në kuota të barabarta, a do të anonit paksa drejt sportistit tonë? Jo, këtu në fakt i ke drejt ta mendosh këtë mënyrë, por nuk lejohet që një arbitër të marrë ndeshjet e sportistit vet. Është konflikt interesi, po themi. Nëse ne jemi në një garë ndërkombëtare, gara në Shqipëri me Serbinë, nuk do jetë arbitri as serb as shqiptar. Mund të jetë asnjëans, po. Ndërsa nivele kombëtare, nëse un jam edhe trajner dhe arbitër, kur sportisti im është në garë, normalisht dal nga tapeti do vini një trajner. Ta personalizojmë me shembull, nëse një sportist do të ishte nga Kosova dhe një sportist nga Serbia. Nuk është konflikt interesi, se Kosova është në vete, ne është në vete, Serbia është në vete. Unë do të kisha anuar nga sportisti kosovar, për këtë realiteti. Shpirti çon te kosovari, por e vërteta dhe e drejta. Por do të gjejmë mënyrën për ta anuar, që mos shpirti shkon te sportisti i Kosovës, por kur jeni një duel dhe je arbitër, do të marrësh drejt, do të marrësh gjykim drejt, sepse në fund ditë sporti është sport. Sot jeni përgjegjës në drejtorinë e arsimit të rinisë të sportit Bashkinë e Lezhës. Si e balanconi administrimin e pasionit tuaj me detyrimet në punë dhe me kohën e sportit?
Atëherë, në punë jam 8 me 4 gjys. Në sport jam pas orarit punës. Do me thënë, unë se vitin kam pas ditësh nga ora 5 deri në orën 7, që i kam gjetë ato mundësi që t'i bëjt e dyja. Unë kam qenë trajner dhe sportist tash 20 e sa vite dhe pjesë e bashkisë jam vitet e fundit. Dhe momentin që jam ofruar me punu në bashki ose në një farë mënyrë jam pranuar si person që të punoj në bashki, nuk e kam marrë kur parasysh që do të lë sportin. Gjithmonë e kam edhe kur kam hyrë punë bashki, kam thënë unë jam trajner, jam ish sportist dhe nuk mund ta lej, e kam pasion. Orientimi i pyetjes time ishte në aspektin se ka vështirësi dhe ju keni mundur t'ia dilni kësaj vështirësie. Pra, specifikoni si ndër po të them unë mirë administruesit e kohës. Shiko, ti jesh punonjës shteti, ndërkohë të menaxhosh një ekip, kuptosh se ka vështirësitë e veta. Mbi gjitha kuria dhe pjesë e drejtorisë ku mbështetet sporti, prap ka vështirësitë e veta. Dhe jemi munduar gjithmonë të jemi korrekt, jemi drejt bashkë me specialistët që kemi atë në zyrë që kur mos kemi as konflikt interesi, as t'i bëjmë ndesh punës shtetit me pjesën private apo pjesën e sportit në pasdite, por fatmirësisht duke pas në krah një kryetar si zoti Pirindreu, i cili ka qenë në krah sportit, na ka lehtësuar shumë punën, sepse para shumë vitesh ne kemi pas vështirësi të mëdha dhe në përgatitjen e sportistëve dhe për t'i çuar ngara mbështetje për bazë materiale për gjithçka. Sot diçka është më lehtë. Jemi lehtësuar në farë mënyrë nga këto mbështetje që na ka dhënë bashkia. Kështu që mendoj që në këtë pikë kemi gjetur një ekuilibër mes punës dhe e pasionit që kemi çdo vitin. Sipas jush, sa ndikojnë rrjetet sociale dhe jo vetëm në promovimin e sportit? Unë do thoya se rrjetet sociale i kanë dhënë një zhvillim shumë të madh gjitha sporteve, për faktin që kanë nxjerr pak më pak punën tonë. Sepse ndoshta ti punon shumë dhe nëse punën dhe nuk shikohet nga një pjesë e madhe e komunitetit, ti je një person që po djersit shumë, po punon shumë, por në komunitetin ku jeton nuk je askush. Në momentin që rrjetet sociale të japin mundësinë për promovosh punën tënde, dhe unë fatmirësisht kam rrjete sociale, keni disa rrjete sociale, kam Facebook, kam Instagram, kam TikTok. Madje shpërndani edhe po themi në metodika, patjetër. Nuk jam i qartë në terminologjinë e këtij sporti, Unë fakte po thuaj se çdo ditë hedh vite të reja. Me tregu atë që ne bëjmë çdo ditë dhe fatmirësisht duke pas rrjetet sociale kemi pas kërkesa pafund për të sjellë fëmijë dhe s'kemi kapacitete për t'i përballuar. Sepse çdo prind që ulet aty në pini kafe shikon atë, thot ky në Lesha, ky po, sa bukur. Ta çoj djalin, po në një farë mënyrë ka qenë për ne ka qenë një reklam shumë e mirë. Rrjeti social për ne është reklam shumë e mirë dhe ne ka dhënë mundësinë që ne të njihemi me punën tonë dhe të kemi pse jo të kemi edhe prurje të reja jashtë masë shumë pikërisht nga rrjetet sociale. Unë të përgëzoj për vlerësimin që u bën në rrjetet sociale, pasi edhe emisioni jonë është një format në rrjetet sociale dhe e kemi patur dhe kemi opinione të ndryshme. Ka njerëz që e vlerësojnë si kontribut për lezhën, siç ka edhe njerëz që duhet këtyre. Por ne kemi duke patur që unë kam punuar vite gazetar, ashtu dhe zoti Agostin. E menduam ta sjellim këtë emision. I bie tani, por do ta kërkoj një mendim për këtë emision, nëse natyrisht na keni ndjekur dhe si është pozicioni juaj kur nesër ose kur ta shikoni në ritransmetim këtë emision, nga shikuesi i këtij emisioni me të ftuarit e tjerë, në personazh i këtij emisioni, pra, si do të ndihet Altini në raport me këtë emision. Në fakt unë kam ndjek disa emisione, sidomos të pjesës sportive, kemi pas të ftuar kolegun tim Altin Shtifi, kemi pas ftuar kolegun tim Arel Locaj, të cilët e dy kam kolegë dhe i kam shumë shok dhe i kam ndjek dhe i kam ndjexuar me kujdes. Dhe thënë drejtën, si që e ceka dhe para, është një reklam shumë e mirë për ne, për një punë shumë e mirë juja dhe pse jo kjo punë të vazhdoje me gjitha zhanat, jo thjesht sportin edhe pa artin, por gjitha zhanat, sepse me të vërtet, jo lezha, po ndoshta një fshat shumë i thellë ka një talent atje. Nuk ka talent sport, ka talent në një instrument, ka talent në një punë artizanale dhe ky emision mendoj që i jep mundësinë të gjithëve që të promovojnë pak punën e vet, por edhe t'ju dhënë me kuptuar edhe të tjerëve që merrem me diçka. Bani dikush një jetë që me të vërtet dikush do të thirrën një ditë.
Dikush do të kërkojnë që të promovojnë një ditë. Dikush do të vlerësojnë një ditë. Dhe ne të sportit në fakt jemi shumë lëvizje dhe ne jemi sportistat ne edhe kur rrim karrike rrim gjithmonë me kam kryes, rrim gjithmonë duke lëviz, nuk rrim dot drejt sepse është puna jonë, por një ujë që nuk lëviz është një shprehje popullore nuk e pin kush. Nuk pihet. Pra, lëvizni sa më shumë në gjitha ato mënyra që tini dikush në jetë. Edhe ky emision për mua është një lëvizje shumë e bukur. Është si një lum që po transmeton gjithmonë ato trungjet që nxjerr lumi, ato gjithçka që lumi nxjerr është e bukur. Sepse e merr nga një vend dhe çon një vend tjetër, domthonë e transmeton nga një vend tjetër. Dhe ju tash po merrni mua nga një palesë dhe po më çoni në një rrjet social që më shikojnë çina vet. Me qenë se jemi në këtë moment, ne fal pasionit absolut që ne kemi dhe rekordimi do të thojë në masën 100% të rasteve me kolegun dhe mikun tim, natyrisht të pasionuar paksa më shumë se sa duhet për futbollin. Kemi transmetuar të gjitha ndeshjet e skuadrës Beslidja jashtë qytetit Lezhës dhe në Lezhë kjo transmetimi në Lezhë, si thonë malësorët, është miradin, s'ka nërsa të transmetosh në shi gjithë kohën, në Librasht, si që kemi transmetuar ne, ose në 500 ndeshje me Gramshin, dhe si që do të vazhdojmë, dhe është momenti këtu të bëjnë një thirrje bizneseve që të na afrohen për të na ndihmuar sadopak që ta bëjmë më johës këtë emision, ta bëjmë më profesional, siç dhe u bëj thirrje publike të gjithë të interesuarve që kanë diçka për të thënë. Pra, ky emision është një emision që ne kemi menduar për çdo që e sheh veten se është një person që ka dhënë një kontribut për qytetin ku rrim, qytetin ku banojmë, pra është një udhtim jetësor me rezultatet. Ashtu siç e tha dhe ju për sportin që nuk është vetëm individual, teksa shpjeguam, por ne jemi ose ideja jonë ka qenë që secili në mënyrën e vet të kontribojë me evokimin e aktiviteteve. Kemi patur figura shumë të nderuara të qytetit Lezhës, të profesioneve të ndryshme dhe këtë vit kemi menduar që të kemi edhe fëmijë të moshave të ndryshme që janë talente në drejtime të ndryshme. Kemi plot të tillë në Lezhë dhe jo vetëm, dhe ne do t'i kapërcejmë kufit territorial, do të shkojmë edhe në Kurbin, do të shkojmë edhe në Mirdit, e pse jo edhe në Shkodër. Pra, pa dash me i marrë kërkujt gjë, por për të dhënë atë që ka mundemi ne për një interes jo thjesht personal. Në çdo njeri, natyrisht edhe për një sportist si ju, jeta familjare është shumë e rëndësishme dhe çfarë do të thotë familja për ju, Altin? Kur nisa sporti isha beqar, kur isha kampion Shqipëri ndër vite isha beqar, kur u martova, ndërtova familje dhe tash e kuptoj rëndësinë e familjes, sepse kur isha beqar dhe isha në lëvizje në vendet ndryshme të botës, kisha shumë larg konceptin e ndërtimit të familje. Jam shumë mirë, për shëtis botën, po bëj çfarë për vete. Sot që kam ndërtuar familje të shnetshme, kam 2 fëmijë, kam 2 çuna dhe të madhen e kam aktivizuar me sportin i madh. Është 4 vjeçash, po i madhi. I madhi është. Po i madhi është. Edhe e marr aty në palesë, kam një kënaqësi jashtëzakonisht të papërshkrueshme sepse do stërvis djalin tim. Kështu se pra djali, po themi ne, djali i madh është rritur në tapet. Pa tira, ai ka hapat e para ka hënë tapet. Dhe i vogli që ka 8 muaj tash ka bën 9 muaj i vogli dhe i vogli do vazhdoj hapat e para në tapet. Pra ti mendon ta trashëgosh këtë? Patjetër. Për mua është për gjë e më e rëndësishme, nuk ka rëndësi të ban kampiona, nuk ka rëndësi të ban trajnera, të ban korrekt, ban thjesht, ban rregull, kënë sport për vetë mbrojtje, ka kënë sportin për veten e vet, dhe nesër pas nesër, ore, baba ishte dikush i madhat që kishte. Djali i madh, djali i dytë kanë drejt njëkin rrugën e vet sipas dëshirës vet. Unë e kam dëshirë t'ia jap pasionin që kam. Por jeta familjare në fakt ka edhe diçka tjetër që është sa mirë, por ka edhe pjesën tjetër që
një farë mënyrë edhe të penalizon pak në këto lëvizje, sepse lëvizjet e shpeshta jashtë nuk më kanë lënë shumë hapësirë që të rri me familjen. Natyrisht Kjo është një pjesë ngushtohet koha që patjetër. Kjo është një pjesë e kam kuptuar dhe tash kur kam një garë jashtë, kur kam mundësi ta kaloj një kolegu tim më tha, "Do shkosh tjerë se e kam pa mujtë të vi këtë fundjavë që kam angazhim familjar, pra shpesh tash nguroj që shkojnë gjitha garat sepse nuk arrin që ti përballoj gjitha." Përpara se sa të shkojmë në finale, në mbyllje këtij emisioni, kalojmë tek rubrika e disa pyetjeve të shpejta që duan përgjigje dinamike. Një fjalë për judon, sipas jush. Për mua judo sporti më i mirë në botë. Natyrisht e prisja këtë përgjigje. Një moment që nuk do të harroni deri në këto momente që keni patur një moment të rëndësishëm, përveç atij rasti që lançuat kur psuat atë dëmtimin, në një moment tjetër të rëndësishëm që i riktheheni disa herë. Tash, momenti i rëndësishëm për mua është arritja e medaljes ballkanike me sportistin për herë të parë me Luiz Vaten, që ishte për mua ishte kulmimi im në karrierë deri në ato momente, dhe ata mendoj si moment të rëndësishëm fakt. A keni humbur ndonjëherë dhe cila ka qenë humbja prej cilës keni mësuar? Në fakt humbja është pjesë e jetës, pjesë e sportit dhe një person që nuk ka arrit kur me kuptuar se është humbja nuk e arrin ta kuptojnë çfarë është fitoria. Humbja të jep mundësinë që të mësosh nga gabimet, për humbja të jep mundësinë të kuptosh se nuk je vetëm ti, ka edhe të tjerë. Duhet shumë punë për të arritur aty ku është titulli kampion. Kështu që edhe unë kam humbur si çdo sportist tjetër, do kuptohet sepse garat kanë qenë edhe shumë më të vështira në nivele ndërkombëtare. Kjo është arsye pse nuk jam kampion bote, sepse kam humbur, se po të kisha fituar gjithë ne do isha kampion bote. Por më kanë dhënë me kuptuar shumë humbjet. Cili sportist që keni përgatitur apo ndonjë sportist tjetër në Lezhë dhe në Shqipëri ju ka surprizuar më shumë me rezultatet e tija? Në fakt kam disa talente të vëzhgjë, ato janë Desarës dhe Luigjit. Ato janë medalista ballkanik, por kam një model që du ta përmend, është Aldo Lushaku, sportist i imi disa vite dhe tashi ai u largu në Tiranë për të kryer shkollën lart dhe vazhdoi rrugën e judos me ekipin e Tiranës, por një lajm i mirë që si vjet ai është rikthyer në Lezhë dhe ka hap një ekip të ri në Balltre. Edhe është balltreni i judo, është sportisti im që sot ka hap një ekip dhe për mua është kënaqësi sepse do jemi kolegë, do ecim bashkë përpara në rrugën e judos dhe pse jo të bashkëpunojmë në çdo moment bashkë. Një mesazh për të rinjtë e Lezhës? Si çdo trajner, merrni me sport, largoni nga rrjetet sociale, largoni nga alkooli, nga duhani, nga gjitha veset që nuk janë të shneshme dhe merrni me sport. Nuk ka rëndësi çfarë sporti bën, merrni me sport. Për ta mbyllur, cilat janë objektivat tuaja për vitet e ardhshme? Natyrisht për sportin e judos. Po patjetër. Unë duke qenë se kemi përpara kam qenë disa vite trajner kombëtarës, edhe këtë vit vazhdoj të jem trajner kombëtar dhe shoqëroj ekipin kombëtar jashtë dhe aktiviteti më i rëndësishëm i rrallës që kemi janë lojët mesatare në Itali, edhe ku do shoqëroj ekipin kombëtar përsëri me kënaqësi më të madhe dhe rezultatet në këtë aktivitet janë të pritshme në fakt, se kemi punuar shumë, kemi disa sportista që po sëritin jashtë masës shumë për të arritur rezultat pozitiv. Ëndra që ende nuk e keni realizuar, sapo e thatë, nuk jam kampion bote. Shiko, ajo ëndër si sportist nuk realizohet më, po pse jo, ndoshta të realizohet me një sportist timin që tim trajner që të kemi medalje botërore apo europiane, si sportist e kam mbyll karrierën tash. Çfarë do doje të lije pas si trashëgimin sportin shqiptar për pos faktit që po e trashëgoni sportin tek temp? Të doja që nëse nuk e njekin ndihmët e mi këtë sport, kemi një sportist që ta njekin rrugën dhe ekipi bestia mos të ndalet kurrë në sportin e judos. Si e keni ndjekur emisionin në udhtim? Konsumuam pak më përpara dhe një koincidencë e bukur këtu me ju Altin, që për hir të realitetit skenarin, Altin unë ja kam dhënë pak para fillimit të emisionit dhe nuk ka patur mundësi ta lexoj, por shumë përgjigje të pyetjeve mia kanë ardhur vetë nga bashkëbisedimi, sa duket më ka marr idenë në kokë pa ne kemi pini kafe paraprake. Ky nuk është konflikt interesi, dhe kemi pi pa Agostinin kafen, por Agostini na e fal të gabim që kemi bën, sepse ne pim kafen për të aty mësova një diçka të bukur që më the që
Ky lloj sporti është të përfitosh nga pesha aty se më thënë ti të tërheqë se nuk e maj mend. Minimumi forcës, maksimumi efikasiteti. Ti teknikën e bën me forcën kundërshtare, me forcën tani. Pashë një farë mënyrë hyn te pjesa biomekanikës, kjo është diçka më shumë inxhinierike thamun, sepse çdo teknik në judo bëhet me marrje ekuilibri, bëhet me shpejtësi, por nuk bëhet me forcë. Jo vetëm judo, por gjitha sportet luftarake që kanë bën me kapjet në trup ose full kontakt me themën e judon tonë sportive, ti do të jesh i aftë të përdorish forcën e kundërshtarit. Do të jesh i aftë forcën e kundërshtarit ta kthesh në teknikë. Kështu që kjo diçka është një sekret i bukur që e kemi ne trajnerët ose ne sportistët e arteve marciale kemi këtë. Në fakt në emision, për shkak se unë kam ushtruar vite dhe po ushtroj gazetarinë sportive, kam patur shumë trajnerë dhe sportista, ashtu siç e tha dhe Altini, Lelin, që i themi ne. Leli, Altini tjetër, po. Altini tjetër, kam patur Dritan Smalin. Mendoj që javën e ardhshme, çka shërben një herë edhe një ftesë publike, të kemi një Altin tjetër, po këtë radhë do t'ikim nga sporti. Mendoj që të kem kolegun tim, gazetarin pedagogun e Universitetit Luish Bullakuqi në Shkodër, zotin Altin Mema, një gazetar i talentuar dhe që është futur tashmë edhe rrugës profesionale shkencore, po gjithsesi ishte kënaqësi që bashkëbiseduam me një sportistin, me trajnerin, me arbitrin e sportit të judos, Altin Përgjerzi. Njëkohësisht edhe unë mësova disa gjëra që për hir të realitetit nuk i kam ditur, pasi për të përgatitur këtë emision, më është dashur të futem. Altini më ka vendosur në dispozicion një libër, do të thoja unë, që derisa më është dash ditë ta lexoja atë libër dhe të nxjerrja, po themi në një esencë, një pyetësor. Dhe për emisionin Udhëtim 2026 kam filluar të përdor edhe një metodë tjetër, pra mbrëm pas ditën në darkë shpërndava një material përmbledhës të Altinit të mundjes. Shpresoj që nesër të kemi një material përmbledhës, në parimja thash edhe i fturi Përgjergjit mos habitet që nesër do të jetë në Facebook, dhe ndërkohë miku im Agustin Ceni si zakonisht është i gatshëm, por radhën e kaluar kemi bërë një harres të vogël pasi shoqyr që pa të bërë një foto për qefin e tij, Altini Mundës, dhe të mos harrojmë foton, Agustin. Mbyllin, po. Fotoja është dokumenti, një fjalë se fjalët tona mund të mos i dëgjoj kush, ndërsa dokumenti është fotoj dhe ashtu siç është një përfaqësim mjaft dinjitos, do të thoja, i lezhës në shumë sport, edhe për ne është dhe krenari që kemi jo vetëm sportistë të talentuar dhe trajnerë të talentuar, por kemi edhe administrator dhe edukator të talentuar, njëri prej cilëve jeni dhe ju, zoti Altin Përgjergji, se unë të uroj gjithë mirat në jetën tënde sportive, administrative, por dhe familjare. Faleminderit. Edhe unë tash kam një falënderim për ju, për ftesën, për këtë emision mrekullueshëm dhe ju komplimentoj shumë dhe njihni këtë rrugë sa shumë e bukur. Unë do jem një ndër ato persona që do e shpërndaj jo thjesht si një video, po si një mesazh, që çdo person që ndjen që ti pjesë e këtij emisioni mos nguroj të vijë sepse është shumë gjë e bukur. Sepse ato ngjelin kujtime në rrjetet sociale, ngjelin kujtime në jetën e një personi dhe çdo intervistë ka të bukurin e vet. Nuk ka rëndësi intervistën ta bën Top Channel apo ta bën Martini apo ta bën Agostini. Intervista, çdo intervistë ka bukurinë e vet. Siç tham që ujti që nuk ese nuk pihet. Nuk pihet, po. Duke bashkëbiseduar vinë edhe fjalë të tjera, bëjmë dije që të gjitha këto intervista, të drejt për drejta, që kam merak për ta thënë drejt për drejta, se edhe Altini e bëri një gabim vogël me atë fjalën live, ajo nuk më pëlqen fare. Drejt për drejt, ka fjalën shqip drejt për drejt. E ka këtë dobësi për të fjalë edhe Agustini, po çrëndsi ka. Të gjitha këto intervista do të transkriptohen dhe mendojmë që
të gjitha të ndara sipas viteve do të jenë për të interesuarit dhe sidomos për të intervistuarit këtu, do të jenë të përkthyera në një libër, pra do të jetë një punë që unë besoj, kam filluar ta bëj, të përgatitet rast pas rasti dhe është një kontribut modest që ne kemi mundësi ta bëjmë dhe natyrisht e ripërsëris edhe një herë ftesën publike të bizneseve që të na afrohen për të na mundësuar lehtësimin sa do pak të kostove dhe për ta mbyllur do të falenderoj edhe një herë kryetarin e Bashkisë Lezhë zotin Pirindreu për mundësinë që na ka krijuar për zhvillimin e këtij emisioni në ambientet e Pallatit të Kulturës. Deri në emisionin e ardhshëm nga unë Martin Dedaj, zbashku me zotin Agustin Cin Marini, miru dëgjofshim dhe miru takofshim në emisionin e radhës të premten e ardhshme, që shpresojmë të kemi Altinin tjetër, profesorin e gazetarisë dhe gazetarin ish kolegun tim tek Lezhë Televizion. Deri atëherë, miru dëgjofshim dhe miru pafshim. Faleminderit.